vitin 2006, në një Europë ende të tronditur nga frika e terrorizmit dhe me masa sigurie të shtuara në çdo aeroport, një fluturim i zakonshëm i linjës Tiranë-Stamboll do të shndërrohej papritur në një alarm ndërkombëtar që do të aktivizonte protokollet më të larta të sigurisë ajrore. Ishte ora 16:40 kur avioni i kompanisë Turkish Airlines u shkëput nga pista e aeroportit Nën Tereza, duke nisur një udhëtim që priti të përfundonte pas një incident rreth orës 19:40 në Stamboll, por vetëm pak minuta pas ngritjes, ndërsa ndodhej tashmë në hapësirën ajrore greke, ky fluturim do të merrte një drejtim krejt tjetër. Në bord ndodheshin gjithsej 107 pasagjerë dhe 7 anëtar të ekuipazhit, mes tyre 20 shtetas të huaj dhe pjesa tjetër shtetas shqiptar, njerëz të zakonshëm që udhëtonin për punë, familje apo çështje personale, pas një ide se do të bëheshin pjesë e një ngjarjeje që do të transmetohej në të gjitha mediat ndërkombëtare. Sinjalizimi për rrëmbim u dha në momentin kur një pasagjer u ngrit nga vendi i tij dhe arriti të hyjë në kabinën e pilotit, ku deklaroi se kishte me vete eksploziv dhe ishte gati ta hidhte avionin në erë nëse kërkesat e tij nuk përmbusheshin, duke detyruar pilotin të ndryshonte kursin e fluturimit. Piloti, me kombësi turke, reagoi sipas protokolleve ndërkombëtare të sigurisë dhe përmes radios njoftoi autoritetet për situatën kritike, çka solli aktivizimin e menjëhershëm të alarmit ajror në disa shtete njëkohësisht. Fillimisht, nga burime mediatike dhe politike turke u përhap informacioni se avioni ishte marrë peng nga 2 persona dhe se bëhej fjalë për një akt proteste kundër vizitës së planifikuar të Papës në Turqi, vizitë që pritej të zhvillohej më 28 nëntor të atij viti, duke zhvendosur ngjarjen nga një episodi izoluar në një çështje me ndjeshmëri të lartë politike dhe fetare. Ndërkohë, 2 avion ushtarak italian F-16 u ngritën për të shoqëruar avionin civil, duke detyruar atë të ulin në aeroportin e Brindisit në jug të Italisë, ku autoritetet kishin aktivizuar planin e sigurisë për raste terrorizmi ndërkombëtar dhe kishin ngritur nivelin maksimal të gatishmërisë kombëtare, të njohur si plani Leonardo da Vinci. Ulja u krye pa incidente dhe drejtori Turkish Airlines doli menjëherë në një deklaratë publike, duke theksuar se asnjë nga pasagjerët nuk ishte kërcënuar fizikisht dhe se të gjithë ndodheshin në gjendje të mirë shëndetësore, ndërsa tensioni mbetej i lartë dhe aeroporti ishte rrethuar nga forca të shumta sigurie. Pas ndalimit të avionit, i pari që zbriti ishte një antar i ekuipazhit, i ndjekur menjëherë nga personi që kishte shkaktuar devijimin, i cili u dorëzua pa rezistencë policisë italiane, duke i dhënë fund një pengëmarrje që kishte mbajtur për orë të tëra me ankth pasagerët dhe autoritetet e disa shteteve. Hetimet zbuluan shpejt se rrëmbyrësi ishte Hakan Ekinci, shtetas turk, myslimani i konvertuar në të krishterë prej vitit 1998, ish dezertori i ushtrisë turke, i cili kishte tentuar disa herë të përfitonte azil politik, fillimisht në Shqipëri, ku kishte aplikuar plot 3 herë, por kërkesa e tij ishte refuzuar nga autoritetet shqiptare. Në ditën e fluturimit, Ekinci po deportohej drejt Turqisë, pasi i kishte skaduar leja e qëndrimit në Shqipëri dhe për shkak të mungesës së pasaportës ishte pajisur vetëm me një dokument identifikimi të përkohshëm, pa ngritur asnjë dyshim gjatë kontrolleve të sigurisë në aeroportin e Rinasit, ku sipas burimeve zyrtare ai ishte shfaqur i qetë dhe i bashkëpunueshëm. Motivi i tij u bë i qartë pas dorëzimit, kur ai deklaroi se kërkonte të dërgohej në Rom për t'i kërkuar ndihmë Papës së Benediktit, të cilit i kishte shkruar dhe më parë letra ku shprehej i hapur se ishte i krishterë dhe nuk dëshironte t'i shërbente një ushtrie myslimane.
duke kërkuar ndërhyrjen e Papës si udhëheqës i botës së krishterë për ta ndihmuar të mos kthehen në Turqi dhe për të shmangur shërbimin ushtarak. Me kalimin e orëve, u zbulua se Hakan Ekinxhi nuk kishte qenë i armatosur dhe se kërcënimi për eksploziv ishte një bluf i ndërtuar për të detyruar ndryshimin e kursit të avionit dhe për të tërhequr vëmendjen e mediave dhe opinionit ndërkombëtar drejt çështjes së tij personale. Pas uljes në Brindisi, ai kërkoi menjëherë azil politik në Itali, por edhe kjo kërkesë u refuzua, duke shënuar dështimin e plotë të planit që kishte menduar si rrugë shpëtimi. Autoritetet shqiptare konfirmuan më pas se Ekinxhi kishte hyrë dhe dalë disa herë nga Shqipëria me dokumentacion të rregullt, dhe se vetëm në ardhin e fundit kishte paraqitur konvertim fetar si arsye për përfitimin e azilit politik. Ngjarja e vitit 2006 u mbyll pa viktima dhe pa pasoja fizike për pasagerët, por mbeti një nga episodet më të pazakonta të aviacionit civil në rajon. Një histori ku dëshpërimi personal, feja, politika dhe siguria ndërkombëtare u ndërthurën në mënyrë të rrezikshme, duke treguar se si një njeri vetëm mund të vërë në alarm disa shtete dhe të kthejë një fluturim rutinë në një krizë që mbajti për orë të tëra sytë e botës të drejtuar nga qielli.